Në gjykatën e posaçme u zhvillua sot seanca gjyqësore në ngarkim të ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj në kuadër të çështjes së njohur sterilizimi. Gjatë seancës, përfaqësuesit e SPAK-ut bën me dije se në fazën paraprake gjykata ka vendosur rikualifikimin e akuzës nga shpërdorim detyre në bashkëpunim në vjedhje duke shpërdoruar detyrën dhe grupi strukturuar kriminal. Sipas prokurorisë së posaçme, ky ndryshim erdhi pas kërkesës së gjykatës për sqarim juridik, ndërsa SPAK deklaroi se i qëndron akuzave të ngritura. Nga ana tjetër, Beqaj kundërshtoi qëndrimin e organit të akuzës duke kërkuar njohjen me argumentet e plota të rikualifikimit. Ai u shpreh se dokumenti i paraqitur nuk përmban vlerë konkrete të dëmit të pretenduar dhe nuk evidenton veprime apo mosveprime të tij që justifikojnë akuzën. Edhe mbrojtja e tij ligjore përmes avokatit Ermal Yzeiri vuri në dyshim bazën ligjore të aktit të prokurorisë së posaçme, duke kërkuar nga gjykata të vlerësojë nëse janë përmbushur kërkesat e mëparshme ose në të kundërt t'u jepet kohë palëve për përgatitjen e argumenteve. Nga ana e SPAK-ut u theksua se dokumenti i dorëzuar përbën një sqarim të mjaftueshëm mbi ndryshimin e akuzës dhe procedurat e ndjekura deri në kalimin e çështjes për gjykim. Seanca u shoqërua me tensione, ku Beqaj vuri në dyshim pavarësinë e prokurorisë dhe paanshmërimin e gjykatës, duke pretenduar se rikualifikimi i akuzës nuk është rezultati i bindjes së organit të akuzës. Në përfundim, trupi gjykues vendosi shtyrjen e seancës për t'u dhënë kohë palëve për kërkesat paraprake dhe sqarime shtesë nga prokuroria e posaçme. Seanca e radhës do të zhvillohet më datë 28 prill ora 12. Ndërkohë, gjykata e posaçme pritet të shqyrtojë edhe kërkesën e Ilir Beqajt për të qëndruar jashtë kafazit gjatë seancave gjyqësore, çështje që lidhet me rregullat e sigurisë në sallën e gjyqit. Çfarë deklaroi ndër të tjera në seancën e sotme Ilir Beqaj? Do doja ta lexoja argumentin e dhënë nga organi i akuzës për sa i përket rikualifikimit të veprës. Ky është një dokument i lidhur me akuzën. Nuk ka minimalisht një numër në vlerë, shifra e vjedhjes, siç nuk ka asnjë veprim apo mosveprim timin, organi i akuzës nuk ka përmbushur urdhrin. Ne do kërkojmë që të shprehemi në lidhje me këtë moment. U rikonfirmua që organi i akuzës nuk ka vepruar i pavarur, meqense jemi para kësaj që ju nuk jeni gjykatë e paanshme, pasi gjykata urdhëroi që të ndryshojë kjo akuzë. Akuza ndaj meje nuk është bindja e prokurorëve. Kujtojmë se më herët gjatë ditës së sotme gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar rrëzoi kërkesën e ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj për lirim nga burgu, duke iu refuzuar edhe garancia prej 20.000 eurosh. Beqaj ndodhet në paraburgim që prej 4 korrikut të vitit 2024, pas arrestimit në kuadër të hetimeve për abuzime me fondet e Bashkimit Evropian në strukturën së SPAK.